Hipokrizi shtetërore në kulm. Qeveria shqiptare lufton autoritarizmin jashtë, ndërsa e ushqen brenda. Deklarata se Shqipëria mbështet aksionin amerikan ndaj Maduros do të kalonte pa zhurmë, nëse nuk do të ishte shoqëruar nga justifikimi absurd i dhënë nga Elisa Spiropali, për krahje shbaz kundër autoritarizmit, korrupsionit dhe rrjeteve kriminale. Këtu nis grotesku politik. Sepse po kjo qeveri që sot mban leksione morale për Venezuelën, akuzohet çdo ditë për autoritarizëm, korrupsion sistemik dhe lidhje me rrjete kriminale, jo vetëm nga opozita, por nga një pjesë e gjerë e shoqërisë shqiptare dhe nga fakte që po dalin nga hetimet. Një qeveri që ka ministra dhe ish-ministra në hetim. Zëvendës kryeministre të përfshira në dosje penale. Institucione të kapura. Tender të dyshimit dhe koncesione klienteliste. Presion ndaj mediave dhe përdorim të pushtetit për mbylljen e zërave kritik. Nuk ka asnjë autoritet moral të flasë për luftë kundër autoritarizmit. Kur propaganda ndeshet me realitetin. Ironia bëhet tragjikomike kur deklarata vjen në një kohë kur SPAK ka hapur hetime që po çojnë drejt majave të pushtetit. Pra, ndërsa qeveria predikon jashtë shtet ligjor, brenda vendit po ekspozohen mekanizma pushtetit ndërtuar mbi abuzim dhe pandëshkueshmëri. Ky është paradoksi shqiptar. Jashtë jemi kampion të demokracisë. Brenda qytetarët përballen me arrogancë, varfëri dhe një pushtet që nuk jep llogari. Venezuela si pasqyrë për të fshehur veten. Mbështetja verbër e çdo aksioni amerikan, pa asnjë analizë mbi ligjshmërinë ndërkombëtare, nuk është diplomaci, është servilizëm politik. Dhe përdorimi i Venezuelës si shembull për të folur për autoritarizëm është përpjekje e dëshpëruar për të larguar vëmendje nga problemet reale të Shqipërisë. Nëse kriteri është autoritarizmi, korrupsioni dhe rrjetet kriminale, atëherë qeveria shqiptare duhet të nisë luftën nga vetja. Pyetja që mbetet: a ka ku të shkojmë qesharake kjo qeveri? Po. Sa herë që flet për demokraci, ndërsa i trembet drejtësisë. Sa herë që flet për korrupsion, ndërsa mbron të vetët. Sa herë që flet për ligj, ndërsa e përdor pushtetin si mburojë personale. Kjo nuk është politike jashtme parimore. Është hipokrizi e importuar dhe zbatuar keq, që i bën dëm jo vetëm besueshmërisë së Shqipërisë, por edhe inteligjencës së qytetarëve të saj. Dhe në fund e vërteta është e thjeshtë. Një qeveri që nuk pastron shtëpinë e vet, nuk ka të drejtë të tregojë të tjerëve se si luftohet autoritarizmi.